Kemi nga disa, dhe themi, barriera që çojnë dhe që pengojnë zhvillimet e vendeve. Ne e kemi konsultuar, e dim që është i realizueshëm. Shtyllat e programit tonë ju thoni, merrni vetëm një moment të izoluar që do ulet barra fiskale. Po pse ulim ne barrën fiskale? Se këtu hym prapë çështja e pedagogjisë. Hym sepse ne ulim barrën fiskale, ulim koston e prodhimit të kompanive, falim gjobat që ata i bllokojnë dhe heqin burokracitë, që janë 4 elementet kryesor të programit, të shtyllës së dytë të programit, që është prodhimi Made in Albania, i shtym që të rritet prodhimtaria e kompanive. Sepse një kompani që prodhon që shet më shumë, rrit të ardhurat më pas në buxhetin e shtetit shqiptar, rrit mirëqenien e qytetarëve, paguan më mirë punonjësit, duke i paguar më mirë punonjësit konsumon më shumë. Është rreth kjo, nga rrethi vicioz në cilin jemi sot, ne duam të shkojmë në rreth benefik. Pse bëjmë shtyllën e parë që është paketa dhe mshuri? Sigurisht që në mendim parë është një kosto e madhe për buxhetin, por sepse neve duhet nxjerrim një qytetar, të quajmë atë që quajmë ata ardhurat e dinjitetit, sepse sot është shkatruar klasa e mesme në Shqipëri në këto 12 vite, këto janë fakte që edhe Instati i qeverisë tregon. Dhe kemi një Shqipëri me ose me njerëz shumë të pasur ose me njerëz shumë të varfër. Dhe ne duhet ta rikrijojmë klasën e mesme. Hapi i parë duke krijuar duke nxjerrë ata nga varfëria ekstreme, sepse ne nuk i bëjmë pasur as në klasë mesme, i nxjerrim nga varfëria ekstreme. Minimumi etik është llogaritur nga avokati i popullit si një mënyrë për të dalë nga varfëria ekstreme, por personi mbetet përsëri i varfër. Por duke dalur nga varfëria ekstreme, jepet mundësia. Marrin pensionistët, nëse pensionisti ka nevojë për më pak ndihmë nga familjarët e tij, një do jetojë me më shumë dinjitet, edhe familjarët më pas ato lekë mund t'i përdorin për investim, mund t'i përdorin për argjime të tjera. Krijohet edhe një herë cikli benefik që ndodh. Duke rritur edhe një herë veprimtarinë ekonomike, siç ne besojmë ke kompania private, se ne jemi shtet, ne jemi parti e djathtë, besojmë ke shteti i vogël që promovon ekonominë, që promovon fermerët. Fermerët gjithandej nëpër botë votojnë djathtas. Përmendet rastin e një kompanie. E morë si shembull, por një kompani nëse nuk investon për të zgjeruar kapacitetet e saj prodhuese, atëre do ndë vetëm shton rrogat e punëtorëve, atëre ajo kompani ka falimentuar në krye të vitit. Duke ulur barrën e saj fiskale, duke ulur koston e prodhimit, i lejon frymarrjen, ne çlirojmë kompanitë private. I japim frymarrjen që ata të lekë investojnë. Një sipërmarrës ka interes të zmadhoj kompaninë e vet. Është diçka krejt natyrore, por kudo që njeh sipërmarrës, të vogël, të mesëm apo të madh, roli, identiteti, ADN-ja e një sipërmarrësi është zmadhimi i kompanisë vet. Nëse jepet frymarrje, do tentoj ta zmadhoj, do investoj. A do bëj investimet e dhura, pastaj kjo i takon sipërmarrësit, por ne mendojmë që sipërmarrësi nëpër botë, në Shqipëri e kudo, e investon atë fondet paratë e veta më mirë se sa shteti, sepse shteti nëpërmjet makinerisë burokratike që ka, e djeg rrugës nëpërmjet shkallët e ndryshme të vendimarrjes, e djeg lekun rrugës dhe përfundon një argjim që është shumë i keq dhe jo eficient. Andi, mendon që është ky programi më i mirë që ka patur Partia Demokratike në këto 12 vite opozit, pra në 3 palëzgjedhje që të humbura që ka kaluar, shkoni në zgjedhjet e 4-ta, kërkoni të merrni qeverisje në dorë, është ky programi më i mirë i partisë tuaj? Çdo program i përgjigjet një situate. Unë mendoj se programi sot është më i miri që kemi për situatën që i përgjigjet problematikave kryesore të vendit. Kjo është diçka thelbësore. Edhe një herë, ne kemi identifikuar problemin e varfërisë ekstreme dhe zhdukjen e klasës mesme, mundojmë ta rikrijojmë. Kemi identifikuar që biznesi i vogël dhe i mesëm i merret frymarrje për shkak të atyre elementeve që mos përsëriten, fermerët u digjet prodhimi, fasonën nuk eksportojnë dot, atëherë ne vime propozime që t'i zgjidhen këto problematika. Kemi parë që shpopullimi është një plagë e madhe, vime propozimin që tentojmë ta frenojmë që më pas ta kthejmë në rrymën e kundërt të ripopullimit ose të rikrimit të saj. Kemi parë që pastrimi i shtëpisë është problem, që shtylla e 4, atëherë vime propozime. Ne nuk kemi nisur nga ide kështu abstrakte. Kemi nisur me një punë të identifikimit të problematikave dhe një qasje që është e zgjidhjes së problematikave që qytetarët. Çfarë është kjo metafora e pastrimit të shtëpisë? Po dikush do të pastrojë gjithmonë shtëpinë e vet. Kur ne kemi sot rrugë në Shqipëri që ndërtohen, që kur i ndërton Bashkimi Evropian, kur i ndërton Shqipëria, kemi një ndryshim kaq të madh në kosto, kjo duhet pastruar në këtë aspekt shtëpia. Duhet rikrijuar një sistem i shëndetshëm i administratës. Kur ne kemi një vend si Shqipëria me 1 milion banor më pak, me një digitalizim të sistemeve të administratës, por me një 2-3 fishim të administratës, kjo krijon një shqetësim madh, një pikpyetje të madhe. Kur ne kemi harxime si edhe një herë përmenda 5 milion euro kopshtin Eden, që janë krejt në të kundërt interesave të qytetarëve, kjo është një problematikë të cilën duhet ta zgjidhim. Kur kemi banda kriminale që sot në Shqipëri njohim si telenovela, që mos bëjmë sikur si dim, që në çdo zonë të Shqipërisë dim se kush janë këto banda, kjo është një problematikë që duhet zgjidhur. Ndaj ne duhet ta pastrojmë shtëpinë që të kemi një administratë eficiente dhe një administratë edhe një që djeg paranë publike, sepse janë parat e qytetarëve, nuk janë parat e shtetit, janë parat e qytetarëve cilët ja besojnë shtetit që ky shtet të kryejë një seri funksionesh. Në rastin